agjerimi është një moment nga agimi deri në perëndim të diellit që njeriu gjithmonë e konsideron veten duke adhuruar Zotin. Pra siç jemi në një 5 minutësh në namaz që ne adhurojmë Zotin, kur është muaji i Ramazanit, njeriu nga agimi deri në perëndim të diellit është në adhurim. Pra e konsideron veten sikur është duke adhuruar Zotin. Prandaj, ashtu siç nuk mund të mendohet që njeriu të bëjë gjuna e gabime brenda namazit, kur është i lidhur në namaz, po kështu ai mundohet, përpiqet me mund që gjatë gjithë ditës të mos bëjë asnjë gabim. Gabim karshi Zotit, por mbi të gjitha dhe gabim në relatat, në marrëdhëniet që ka me njerëzit. Prandaj shikojmë që në Ramazan, sidomos besimtarët, pra agjëruesit, janë më të qeshur, janë më solidar, janë më human me njëri tjetrin, sepse njeriu don që në Ramazan të gëzoj veten, të gëzoj Zotin, por të gëzoj dhe të lumturoj edhe njerëzit që ka përreth, sepse synon të përfitoj sa më shumë nga mirësitë, nga sevapet që Zoti ka përgatitur për të.